Jam Ylli Përmeti dhe jam studiues kryesisht. Për të diskutuar sot ose komunikuar me ju, kam një material shumë të shkurtër, ose kam përzgjedhur një material shumë të shkurtër nga një kolegu im ose bashkëpunëtori im, sepse materialet e mia janë shumë të gjatë. Dhe just to mention for the ambassador, the material that I will discuss today will be you can read it or you may read it online even after our evening. It is in English and in several other languages, so don't translate it because it is right. Kështu që do ta diskutojmë çështjen nga një perspektivë gjithnjë sistemike, themi ne, të filozofisë politike. Titulli i materialit quhet Brutaliteti zionist në rendin e ri botëror të globalizmit real dhe nevoja për një shtet bashkuar, shumë kombëtar dhe shumë kulturor. Artikulli përpiqet të tregojë shkallën e lartë të brutalizmit në rendin e ri botëror, qoftë edhe me në bazë të standardeve zioniste, dhe për më tepër të ekzaminojë shkurtimisht marrëdhënien midis elitës mbikombëtare, elitës zioniste dhe globalizmit me qëllim që të nxjerrim përfundime rreth nevojshmërisë për një shtet shumë kulturor. Masakra aktuale pa precedent në Gaza, qoftë edhe me bazë standardet zioniste, qartësisht tregon se si masakrat, si ajo kundrejt palestinezëve dhe masakrave proporcionalisht më të vogla në Ukrainën lindore, lulëzojnë në rendin e ri botëror një lloj si kërputat. Kjo masakër është mbështetur drejt për drejt nga mjetet e komunikimit masiv ndërkombëtar që kontrollon elita mbikombëtare, e cila administron rendin e ri botëror në bashkëpunim me juntat parlamentare që ka instaluar kudo. Ai gjithashtu u mbështet me gjithse tërthorasi nga e majta e degeneruar, e cila u kufizua në mikroprotesta me mbështetje të fuqishme nga komunitete migrantësh në qytete si në Paris dhe Londër, ose duke provuar aktivizimin e fishekzjarëve, si në rastin e anijes së Gazës, e kontrolluar lehtësisht nga ushtria brutale e Izraelit, në vend të kërkojë një ndalim të menjëhershëm të gjithë marrëdhënieve diplomatike dhe tregtare me një regjim vërtetuar kriminal përmes protestave masive, si ato që ndaluan luftën në Vietnam. Për fat mirë ka ende disa vende latinamerikane si Bolivia, e cila e shpall Izraelin shtet terrorist, dhe Venezuela, Nicaragua dhe të tjerë, duke ruajtur humanizmin ton kolektiv. Ndërprerja e menjëhershme të marrëdhënieve me një regjim të vërtetueshëm racist dhe kriminal. Sot koncepti i humanizmit është poshtruar kur një popull i tërë, në kuptimin e mirëfillt, që një shumicë prej 95%, siç tregojnë sondazhet e fundit, të popullit Izraelit miratojnë bombardimet e qëllimshme të shkollave. Qoftë edhe kur përdoren si dislokim strehimin për OKB-n, spitaleve dhe automjeteve të spitaleve dhe shkatrimin total të lagjeve. Edhe më shtazor është justifikimi që pranojnë antropoidët që japin urdhrin për të bombarduar në mënyrë të përsëritshme këto ndërtesa, ku shqyejnë fëmijë ndërsa flen ose luajnë në oborre, sikur kjo të ishte bërë në njohuri të plot të rrezikut të neveritshëm, të cilët ata i ndërmorën sepse siç ata pretenduan, Hamas përdorte fëmijët si mburojë njerëzore. Edhe nëse kjo do të ishte vërtet, jo vetëm që ky veprim shkel çdo moral dhe ligj ndërkombëtar, por më tepër,
Asnjë oficer ushtarak që quan veten antar i rratës njerëzore nuk do të mund të jepte një urdhër të tillë, duke ditur se ai mund të çonte, siç ka çuar në mënyrë të përsëritshme në vrasjen masive të fëmijëve. Dhe nëse dikush pyet përse të gjitha këto, ne duhet të heqim nga mendja që në fillim justifikimin e propaganduar nga Hasbara, diplomacia publike e Izraelit, e fundit, të cilat siç duken adresohen për njerëz që kanë ndaluar së menduari shumë kohë më parë. I referohem rrezikut vdekjeprurës që krijuan raketat e Hamasit, pjesa më e madhe të cilave bie në fusha bosh dhe nuk kanë çuar në ndonjë vrasje izraelite për 2-3 vitet e fundit. Dhe në rrezikun e njëjtë që u krijua nga tunelet e famshëm të kufijve, të cilët, nga sa njoh, nuk kanë çuar në ndonjë vrasje izraelite deri më sot. Rrjedhimisht sqarimi i vetëm i mundshëm për brutalitetin e neveritshëm që vazhdon ender Gaza është ai që merr parasysh konsiderata afatgjatë dhe afatshkurtër. Rasti i parë lidhet me planin zionist për ethnokatharsin e Palestinës, ose të asaj që i lan pape doshta historiani më i madh i Izraelit, ka quajtur me vend genocidi në rritje i Izraelit në geton e Gazas. Rasti i dytë lidhet me shkakun e hakmarrjes për vrasjen e 3 të rinjve Izraelit 2 javë më herët, hamendsisht, nga xhihadist arab. ISIS ka pretenduar përgjegjësi për të cilën u hakmor për vrasjen të cilët u hakmorën për vrasjen e 2 palestinezëve nga izraelitët 2 javë më herët. Një ngjarje që sigurisht nuk u përmend kurrë në Perëndim. Kështu siç e parashikoi një kolumnist i majt liberal, në maj 2 adoleshentë palestinezë u vranë nga ushtria e Izraelit për të cilët asnjë grimc interesi nuk u tregua jashtë vendit. Dhe ende, jetët e këtyre 3 palestinezëve duhet paguheshin me qindra jetë të rinj palestinezë në bazë të rregullit zionist i cili te kalojnë qoftë edhe nazistët. 50 ose qoftë edhe 100 viktima palestineze për çdo izraelit. Në të vërtetë qoftë edhe zëvendës kryeministi britanik Nick Clegg e patë nevojshme për të akuzuar Izraelin për imponimin e një forme dënimi kolektiv të shpërpjestuar mbi qytetarët e Gazas. Dhe vërtet, 80% e të vrarëve nga ushtria e vetë reklamuar si ushtria më e moralshme në botë janë sipas të dhënave të fundit të OKB-s qytetar, ndërsa 95% e të vrarëve nga ata që ata quajnë terrorist kanë qenë ushtar. Terroristi i vërtet, rrjedhimisht, padyshim është vetë shteti zionist, siç deklaroi presidenti i Bolivisë, ndërsa junta parlamentare greke u aktivizua sfundmi në prova ushtarake me Izraelin. Dhe nuk është vetëm junta parlamentare greke që është aktivizuar në prova ushtarake me Izraelin. Javët e fundit, edhe shtetet të tjerë janë përfshirë në prova të njëjta. Kështu, ata izraelit që kërcyen në Tel Aviv për gjatë masakrës, duke u lëritur nuk ka shkollë nesër për fëmijët në Gazë, sepse nuk ka fëmijë atje dhe se Gaza është një varrez, nuk ishin ekstremist. Në të vërtetë, ata shprehin thjesht ndjenjat e shumicës popullatës që nuk guxonin ta bënin atë vetë. Kjo mund të sqarojë se pse policia izraelite nuk mendoi që të ndrynte. Shqetësimi i vetëm i zionistëve ishte të hiqnin video nga YouTube, kur sigurisht çdo protestë korresponduese në Perëndim, me slogane të njëjtë kundër izraelitëve, do të mbytesh me gjak dhe do të etiketohesh me njëherë antisemitike. Është e tepër shtorë se demonstrata më e madhe anti-luftë në Izrael, në fakt i mbledhi tejet patetike e cila në fund u ndoq nga shumica kriminale, që numëronte disa mijëra protestues, me slogane në të mirë të ndalimit të luftës dhe mbrojtjes paqes, por me asnjë slogan që do të godiste shkakun rrjedhor të konfliktit. Sionizmin. Në anën tjetër, kur përparimtarët e vërtet afrikano-jugorë të bardhë protestuan kundër apartheidit, ata nuk urruan se sulmuari shkakun përkatës të konfliktit, ideologjinë raciste, pas tij. Ngritja e antisemitizmit apo ngritja e antizionizmit. Sot qoftë edhe Izraeli zionist nuk e njeh racizmin e tij, duke u përpjekur patrypsisht të imponojë karakterin hebraik të shtetit. Kështu Netanyahu ka nxitur së fundmi lëvizje për të sjellë një ndryshim në radhë për ndryshimin e ligjeve në bazë të Izraelit, të cilët janë një lloj me kushtetutën e vendit, duke këmbgulur se Izraeli është shteti vetëm për një popull, populli hebraik, dhe i asnjë populli tjetër. Ky ndryshim ka shkaktuar reagimin e Ministrisë së Drejtësisë Tzipi Livni, i cili shpreh kundërshtimin e tij kundrejt çdo ligji që jep sipëri te natyra e shtetit hebraik mbi vlerat demokratike të vendit. Implikimet praktike të këtij ligji do të jenë sigurisht kthimi i rreth 5 milion refugjatëve që u krijuan nga ethnokatharsi që pasoi deklaratën e shtetit të ri hebraik. Do të përjashtohen nga mundësia thuajse përgjithmonë. Në të vërtetë ethnokatharsi luajti një rol vendimtar në themelimin e një shteti zionist, siç ka treguar një gjenerat e re, historianësh izraelit të ndershëm si Ilan Pape, që përmenda më lart, dhe Benny Morris. Qartësisht njerëz si Ilan Pape dhe Gilad Atzmon nderojnë identitetin autentik të hebraikëve,
ndryshe nga shumica e Izraelit dhe jashtë tij, të cilët mbështesin krimet kundër njerëzimit të zionistëve në Palestinë, të cilët jo vetëm turprojnë vetë identitetin hebraik, por gjithashtu kthejnë shumicën e njerëzve që nuk janë trushpëlar nga propaganda e elitës mbikombëtare dhe zionistëve kundër hebraikëve kolektivisht, e cila pashmangshmërisht çon në racizmin e llojit kundërt, sigurisht. Është tjetër gjë të dënosh një ideologji kafshërore raciste që mbështet ekzistencën e shtetit në ethokatha si në një popull tjetër, siç ndodh me Izraelin, që nga linja e tij dhe kryesisht tjetër gjë të dënosh çdo antar të një populli, pavarësisht se cilën ideologji mbështet, si racist. Ngritja rrjedhimisht e antisemitizmit për të cilën përvajtojnë zionistët, që dinakërisht e lidhin me antisemitizmin, i atribuohet thuajse ekskluzivisht krimeve zioniste kundër njerëzimit, të cilët e ushtuan kur rezistenca palestineze u rit kundër pushtuesve zionist, të cilët vazhduan të shtrinë shtetin e tyre përmes luftrave, kolonizimeve të pariqshme të tjerë gjatë viteve të fundit. Sidoqoftë një pjesë e mirë e mbështetësve të tyre, të cilët kurrë nuk denoncuan shkakun rrënjësor të Nakbas, vetë katastrofën palestineze, ideologjinë raciste zioniste, pavarësisht se ajo është dënuar në mënyrë të përsëritshme si e tillë nga mbledhja e përgjithshme e OKB-s. Është e rëndësishme që ta kuptojmë. Ideologjia raciste zioniste është dënuar në mënyrë të përsëritshme si e tillë nga mbledhja e përgjithshme e OKB-s, përpara ngritjes së rendit të ri botëror të globalizmit neoliberal. Në vend të saj, e majta zioniste ka kundërshtuar mizorit që janë shkaktuar kundër palestinezëve dhe ka vazhduar të promovojë zgjidhjen e dy shteteve. Dhe këtë në dieni të plotë se zgjidhja e dy shteteve ishte gjithnjë një mashtrim, sepse kurrë nuk do të lejonte Izraeli, siç e ka deklaruar fundja, një shtet vërtet sovran i cili do të kontrollojë hapësirën ajrore, detare dhe kufit e tij përtej sigurisht ekonomisë të tij, të zhvillohet për krah të tij. Elita mbikombëtare, elita zioniste dhe globalizmi. Elita mbikombëtare dhe elita zioniste, domethënë elitat jo izraelite zioniste, nuk janë sigurisht kthina, të vullosura dhe të ndara nga njëra tjetra. Dihet tashmë se zionistët kontrollojnë pjesë të rëndësishme të elitës mbikombëtare, elitat ekonomike, elitat mediatike, elitat politike, elitat kulturore dhe kështu me radhë. Kjo nënkupton adoptimin e teorive komplotiste. Kjo nuk nënkupton më saktë adoptimin e teorive komplotiste që hartohen nga protokollet e pleqjve të urtë të Zionit dhe teksteve të ngjashëm sipas të cilëve zionistët kontrollojnë gjithçka e tjerë. Ende mund të tregohet lehtë thjesht duke parë në origjinë e shumë njerëzve në këto elita dhe jo vetëm origjinën e tyre, por gjithashtu dhe llojin e politikave që ata adoptojnë, të çdo njëri në postën e tij se zionistët luajnë një rol vendimtar në procesin e globalizmit. Për më tepër, shfaqja e qeverisjes globale është përshkruar siç duhet nga Simon Peres. Po e përsëris. Shfaqja e qeverisë globale ose nevojshmëria e një qeverie globale është përshkruar siç duhet nga Simon Peres, krye zionisti president në ligjëratën e tij të famshme, pak muaj më parë, kur ai festoi si vijon globalizmin, përpara një audiencë të entuziaste të gjithë Parlamentit Evropian. Po e përsëris, të gjithë Parlamentit Evropian. Globalizmi, citon Simon Peres, vendos në një fund të racizmi. Ai fuqizon individin. Ndërmarrjet globale nuk imponojnë dëshirën e tyre mbi popujt. Përkundrazi, ato respektojnë dëshirën e klientëve të tyre. Ato mund të sjellin një uri shkencore për rritje ekonomike. Ato mund ndihmojnë të rinjt për të fituar edukim të lartë, të krijojnë punë që u përshtaten qëllimeve të tyre. Dhe Peres shkoi më tej për të përshkruar se si bota e të ardhmes bazuar në globalizmin duhet të jetë, domethënë i njëjti rend botëror, siç është aktualisht, plus një qeverisje globale. Bota jon, thot Peres, globale, nuk ka nevojë për një qeveri globale. Ajo është thuajse e paqeverisur. Ne duhet të kërkojmë një alternativë. Unë besoj se rrugët e së ardhmes së qeverisjes duhet të mbështeten mbi 3 shtylla. Qeveritë kombëtare do të vazhdojnë të jenë përgjegjëse për administrimin e kombështetit. Po e përsëris, qeveritë kombëtare duhet vazhdojnë sipas Peres përgjegjëse sipas në fund jam me 3 paragrafa. Kështu që kombëtarët do të vazhdojnë të jenë përgjegjëse për administrimin e kombështetit. Ndërmarrjet globale do të investojnë në kërkime shkencore dhe zhvillim dhe individu do të gëzojë aftësinë për të qeverisur veten e tij duke ditur rrugën se si funksionon truri i tij. Shkenca sot është më e rëndësishme se politika, ajo është universale dhe pa kufi. Ushtrit e merat. Të gjitha këto sigurisht s'kan asnjë lidhje me çdo komplot sionist për të mposhtur botën e tjerë, por ka lidhje me procesin e globalizmit, të cilin këta zionist ndërkombëtar janë përfshirë plotësisht dhe si kapitalistë të mëdhenj, financierë dhe kështu me radhë, vetë ata përqendrojnë pushtet ekonomik, politik në forma dhe forma të tjera pushteti në duart e tyre, siç bëjnë kështu gjithë kapitalistët e tjerë. Sidoqoftë, ndërsa arsyeja e vet me një kapitalist anglosakson është thjesht përqendrimi i pushtetit në duart e tij përmes për shembull korporatave mbikombëtare, ai me të tjerë kontrollon dhe promovon vlerat kulturore që shoqërojnë sistemin e tregut kapitalist, sepse për një kapitalist zionist atje është një dimension i shtuar ideologjik në motivet e tij, i cili në një farë kuptimi ka përcen, por gjithashtu është shumë pjesë e tij kulturën bizotëruese të kapitalizmit. Ky element
i ka përcim mund të argumentoj dikush që buron nga kultura hebraike, tradita e merat e merat. Kështu që po përmend se si e përkufizon Marksi në rastin konkret kulturën hebraike ose mendësinë e një hebraiku. Pa marrë parasysh se përse shumica e marksistëve sot janë të integruar plotësisht në rendin e ri botëror. Për shembull në Evropë, për arsye se karriera e tyre akademike varet vendimtarisht nga financimi i BE-s, dhe në vende të tjera për arsye sepse ata ndaluan së menduarin në mënyrë origjinale rreth 100 vite më parë, dikush mund ta mençojë në mënyrë të arsyeshme se nëse Marksi jetonte ende, ai mund ta kuptonte mjaft mirë këtë proces. Siç ka treguar shkëlqyeshëm punën e tij mbi problemin hebraik. Marksi argumenton se në një provë se bota moderne e komercializuar është triumf i judaizmit, një pseudofe zoti i së cilës është paraja, një interpretim që u konsiderua antisemitik nga shumë historianë sionist, duke përfshirë marksistët, megjithëse të njëjtët njerëz zakonisht nuk urruan të rikujtonin çdo njeri origjinën hebraike të Marksit, por ata mundoheshin të promovonin kontributin hebraik emra. Të konkludojmë. Problemi zionist ose i Palestinës duhet para nga një këndvështrim i gjerë në raport me rendin e ri botëror të globalizmit liberal që ka zhvilluar 3 dekadat e fundit. Këtë rend e administrojnë elitat perëndimore, kryesisht G7-ta. Kështu që pa bërë një lidhje të drejtë për drejtë me këtë rend, nuk mund të vlerësojmë drejt problemin e Palestinës, në raport gjithnjë me fqinjen e saj ose fqinjen e vet Izraelin. Kjo është njëra anë, ana tjetër është pastaj shkaku rrënjësor është ideologjia që zionistët e Izraelit kanë zhvilluar në popullin e tyre, që është një ideologji raciste, sigurisht, dhe përmes kësaj ideologjie dhe pushteteve mbikombëtare ata mundësojnë ekspansionin e tyre kulturor dhe ekonomik në rajonin e tyre. Për mos të shkuar më tej pastaj për të diskutuar planet e tyre për të pushtuar thuajse gjithë pjesën e lindjes mesme. Ju falenderoj. Atëherë nisë me Turqia është drejt në ditët e sotme është drejt normalizimit me marrëdhëniet me Izraelin, nëse keni parë edhe lajmet e fundit që janë bërë. Kurse Katari ka një marrëdhënie diplomatike dhe ekonomike me Izraelin, po është edhe komplikuar, po ka pasur, domethënë, këto tregojnë që adoptimi i kauzës palestineze nga Turqia dhe Katari ishte më shumë një politikë pragmatiste sesa idealiste. Adoptimi i kauzës palestineze nga Irani me 10 vite, gjithashtu pa edhe një mjet që përdorte Irani për të përhapur hegemoninë e tij në lindjen e mesme. Shembulli konkret mund të japim dërgimin e trupave iraniane në Siri, Irak, Yemen. Domethënë gjithmonë është justifikuar nga qeveria iraniane si një, domethënë si një justifikim, një luftë kundër bashkëpunëtorëve sionistëve në këto vendet rajone. Kurse Siria, ndryshe nga shtetet e tjera, nuk ka shfryzuar kauzën e Palestinës asnjëherë në arenën ndërkombëtare, domethënë ka mbështetur me idealizëm këtë kauzë. Si në regjim nacionalist arab, gjithmonë ka adoptuar dhe ka ndihmuar këtë kauzë palestineze dhe pse disa herë u shfaqën probleme dhe konflikte vogla midis ish-presidentit sirian Hafez Assad dhe ish-presidentit palestinez Yasser Arafat, domethënë Siria vazhdoi të mbështesë kauzën e Palestinës. Jo vetëm Siria, por gjithë regjimet nacionaliste arabe, si Kaddafi i Libis, Abdel Nasser i Egjiptit dhe Saddam Husseini në Irak, kanë mbështetur këtë kauzë në mënyrë shumë idealiste. Shtetet ku jetonin refugjat palestinët në kushtet më të mira, në krahasim me vende të tjera arabe, gjithmonë ka qenë Siria dhe Iraku Saddam Huseinit. Këto shtete arabe nacionaliste, sidomos Siria, pavarësisht nuk e ka shfryzuar kauzën palestineze në politikën e jashtme, por ka shfryzuar atë maksimalisht në politikën e brendshme. Opozitarët e këtyre regjimeve arabe, baatiste, gjithmonë janë etiketuar si agenti sionizmit dhe si armik të popullit palestinez, kur një grup kur ishte pa kënaqur në Siri ose në Irak, gjithmonë qeveria akuzonte atë si një vegla e sionizmit. Mund të japim edhe shembull edhe pse sot
lufta e Sirisë është një lojë ndërkombëtare gjeopolitike. Së pari është nisur me protestat vogla nga kërkesat për reformë nga popullsia siriane, por qeveria siriane ka etiketuar këto kërkesat e popullit si një kaos që si një vegël të sionizmit e ka etiketuar ato, edhe domethënë kauza palestineze gjithmonë është shfuzuar domethënë nga shtetet edhe për politikat e brendshme edhe për politikat e jashtme. Kaq. Mirë, atëherë unë doja që t'ju falenderoja në emër të Institutit të Medias së Lirë. Doja të falenderoja sidomos prezantuesit, Dr. Mohamed Kajollin, Faik Miftarin, Fuad Ramiqin me kujtimet e tij nga Mavi Marmara, Ermirin, Ermalin, Yllin, Klodin dhe gjithë të tjerë, domethënë që disa ndoshta edhe nuk janë këtu. Këtë mbrëmjen apo natën e Palestinës që e bëm sonde, e bëm më tepër si një event kulturor, event fetar, por një event edhe të një farë mobilizimi social, që ne si qytetar të Republikës së Shqipërisë duhet bëjmë. Sonde patëm mes nesh njerëz që agjironin, që ishin besimtar, kishim njerëz që nuk agjironin. Kishim aktivist social, kishim profesor, kishim aktivist nga gjitha sferat. Mes nesh kemi edhe Nezhmi Averikun, nënkryetarin e Forumit Musliman të Shqipërisë. Domethënë njerëz që vinin nga lëmi të ndryshme të jetës. E bëm këtë natë për Palestinën më shumë si një përkujtim për vuajtjen e popullit palestinez, i cili është një nga popujt më të vuajtur të botës sonë ku ne jetojmë sot. Ata vuajnë, pasi siç edhe Ylli Përmeti theksoi, janë këto elitat mbikombëtare zioniste, që sot i kemi edhe në Shqipëri. Kush është kryekëshilltari i qeverisë Rama? Tony Blair, edhe Sorosi. Ne shpesh themi që kjo qeveria jonë është qeveria e Sorosit. Pra janë këto elita mbikombëtare që janë çuar mbi interesat e popujve të vegjël, të cilat lozin, i viktimizojnë, u vjedhin pasuritë këtyre njerëzve dhe i shtypin. Shembulli i Palestinës është një nga shembujt më brutal që ne shohim. Ne kemi parë në historinë e kolonializmit se si njerëzit e bardhë i shkatëruan popujt e Afrikës, se si i zhdukën aborigjenët e Amerikës dhe kështu me radhë. Ama kjo që po ndodh sot në Palestinë është një nga krimet më të mëdha. Në një kohë që ne kemi parë regjimin fashist të apartheidit në Afrikën jugore të rrëzohet, regjimi sionist në Palestinë sot e kësaj dite vazhdon të jetë shumë i fuqishëm nga që ka mbështetjen e bankierëve perëndimor. A mund ta ndryshojmë ne këtë realitet? Jo, nuk e ndryshojmë dot nga që jemi shumë të dobët. Por ne mund të bëjmë atë. Ne mund të çojmë zërin ton si qytetar të lirë, si njerëz të ndërgjegjshëm dhe të ndajmë atë simpatin ton me popullin e shtypur të Palestinës. Unë dua t'ju falenderoj të gjithëve për ardhjen. Ju gjithashtu jeni në dieni në sajtit ton që kemi gazetaimpact.com, të web TV-s që kemi dhe her pas here ne organizojmë debate të këtilla intelektuale, akademike, ku mundohemi që të prodhojmë një mendim ndryshe në shoqërinë tonë. Se siç ju jeni në dieni media tona që dominohen nga hajdutrit e mëdhej, shitësit e drogës, njerëzit e lidhur me pushtetin e tjerë, nuk tregojnë gjërat që ne tregojmë. Por ashtu siç ndodh edhe në vende të tjera të botës, për shembull në Kanada, ku unë jetoj një pjesë të mirë të jetës time, kemi media alternative, kemi shoqëri civile alternative, e cila i thot jo pushtetit. Sipas konceptit të Gramshit, ne jemi aty për t'i thënë sundimtarit që gjërat i ka gabim. Apo siç thot profeti Muhammed që xhihadi më i madh është që t'i thuash në sy
fjalën sundimtarit zullumqar. Domethënë ta thuash të vërtetën, ta sfidosh atë, është pjesë e asaj betejë së madhe morale që qenia njerëzore duhet të bëjë kundër dhunës, shtypjes dhe mizorisë. Ju falenderoj shumë dhe ju pafshim sërish në